Assalamu alaikum. Allah ju shpërblet hoç për ligjëratën. Edhe pa humbur kohë nis me pyetje përgjigje. Pyetjen e parë kena rreth temës. Assalamu alaikum hoç. Në lidhje me ligjëratën kur thove se qafirit nuk i pranohet vepra e mirë. Si është çështja nëse një qafir i ka ndihmuar një muslimani me parë dhe me ato parë ka hapur biznes dhe ka arritur pasuri të bollshme dhe është dorë e ngjitur për muslimanë të tjerë. Allah ju shpërblet. Përmendëm që kushdo që u bën mirë njerëzve në përgjithësi, muslimanëve pastaj në veçantë, do të më nxit me vazhdu me bën çat veprën e mirë. Ky nëse vdes me kufër, te Allah subhanahu wa taala nuk fiton kur gjë. Por për veprat e mira në këtë dynjë Allah subhanahu wa taala ja kthen. Disa prej dietarëve kanë thonë kushdo që është kafir e bën vepra të mira, Allah subhanahu wa taala të mirat ka më akthyn duke qenë në këtë dynjë. Ai ka bërë mirë, Allah jep shëndet, jep pasuni, jep ato, jep ato, jep ato. Por çështja është në ahiret. Kushdo që vdes me kufër, që ka bën mirë diçka, nuk i vlen kur gjë, nuk fitonte Allah subhanahu wa taala kur gjë. Edhe pse ka disa transmetime që edhe në ahiret qafirat fitojnë për veprave të mira që i kanë pas, por fitojnë vetëm zbutje dënimi, apo të kanë mbet në xhehenem. Prej argumenteve që vërtetën këto është hadithi i saktë që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka kallëzuar për migjën e vet, ka thonë ma i lehti dënim që ka me pas në ditën e Kiametit është një person i cili ka me hec mbi gaca edhe trut kanë me vlu prej temperaturës. Ky thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam është migja jem. Po mos ishte që më kanë ndihmuar mu, ka pas me qenë në shkallën më të fundit të xhehenemit. Në më thonë, mushriku, a ka fituar për veprave të mira? Ka fitu. Që ka fitu? Ka fitu me pas dënimin më lehtë, por nuk fiton me dalë për xhehenemit. Kushdo që bën vepra të mira, ka më marr shpërblimin, se Allah subhanahu wa taala është bujar. Ose në përgjithësi e merr shpërblimin këtë dynjë, nëse vdes me kufër, ose nëse përfiton raste, sikur që ka përmend pejgamberi sallallahu alajhi wasallam për haxhin e vet, disa komentatorë pastaj kanë thonë kjo vlen për gjithë secilin kafir, disa kanë thonë që kjo veçori veç për migjën e vet, se veç këto ka përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Po si do që të jetë, ndoshta të qenë veç për migjën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ndoshta të qenë e përgjithshme, kushdo që vdes me kufër nuk del pi xhehenemit kurrë, edhe nëse ka bërë të mira të këtë botës. Wallahu a'lam.